Shorti për fazën Final Four të Abisnet superiore dhe konkretisht prak sfida gjysmëfinale Vllaznia Dinamo, basketbolli i meshkujve dhe handbolli ishin në fokusin e diskutimeve të emisionit Studio Sport mbrëmjen e të mërkurës në ekranin e RTS Shkodra. Nëse nuk hupim jena në finale. Kjo favori i Vllaznis, gjithçka është e hapur, gjithçka e shoh të luftuar deri në momentet e fundit, shoh një Dinamo e cila për mendimin tim zbashkut me Ignatin janë dy ekipe më të mirë superiores. Pavarësisht mësana se si do të pritet nesër dhe si do të ecë nesër, unë besoj se Vllaznia i ka mundësi për të qenë në finale. Përderisa bëhet fjalë vetëm për një neshje ka gjithmonë surpriza. Mund të ketë për mirë ose për keq. Dhe një neshje mund ta fitojë edhe një ekip i dobët ndaj një ekipi më të fortë, sepse ndonjëherë përkrah edhe fati. Duke parë cilësinë e dy ekipeve, ne jemi paksa më mirë mund të thojmë se sa Dinamoja, por shpresojmë edhe me autoritetin e vendit dytë që edhe me i barazim, sikur na ndodhi vjet me Ignatian, mund të kalojmë në finale. Sfida gjysmëfinale e Final Four do të luhet mbrëmjen e së dielës në stadiumin Arena Kombëtare, duke nisur nga ora 20.